Shikus të nderuar, për pjatën e fëmijëve do të bëj një gjellë shumë të shëndetshme me filet peshkut, me patate të ëmbla, rrep të bardhë dhe pak bishtaja, borania ose. E vendosim tenxherën në pllak që të ngrohet dhe këtu poshtë i vendosim rrepën dhe pataten e ëmbël bashkë me pak ujë që janë pastruar. Ndërsa në jenën sipër vendosim sipën, të cilën do të bëhet peshku gati. Këtu poshtë do t'i vendosi boraniat, ndërsa në jenën sipër do t'i vendosi filetën e peshkut. Sa po të fillojnë të vlojnë këto, kur të ngritet temperatura lartë, që të ngritet edhe avulli, atëherë i shtojmë dhe ato 2 përbërësit e tjerë. Pas 5-7 minutave dhe vendosim kapakun. Dhe tani shikojmë perimet sa janë gati. E heqim këmbi pjatën. Dhe jenën tjetër. Në sip i shtojmë bishtajat, bëhet zirja me avull, ndërsa poshtë janë duke u zirë patatja e ëmbël që ka vitamin B6, më shumë se patatja e zakonshme dhe bëhet pure shumë e mirë, prandaj edhe preferohet shumë për fëmijët, ndërsa në këtu sipër e vendosëm filetën e peshkut, ku i shtojmë omega 3. Dhe e mbyllim me kombi pjatën. Dhe do me thënë, të gjithë kjo gjellë bëhet në një enë, me ndihmën e avullit. Avulli depërton deri lartë. Pas 5-6 minutave është gati dhe i bëjmë blurjen me miksi. Dhe tani shikojnë sa janë gati perimet bashkë me filetën e peshkut. Filetura është zbutur. E marrim dhe e hedhim në enën ku do t'i bëjmë bluarjen. Do t'i bëj të gjitha si pure. E heqim sipën, largojmë. Ndërsa në anën tjetër i marrim bishtajat, i vendosim. Dhe patatet e ëmbla bashkë me rrepën e bardhë. Dhe rrepën e bardhë. Rrepa e bardhë dhe patatja janë shumë të përshtatshme për të bërë pure. Rrepa e bardhë shumë ka vitamina, vitaminin A dhe vitaminin C. Dhe të gjithë këta përbërës i bluajmë me miksi. Qofse është nevoja, mundemi me i shtu edhe ujë të vluar. Dhe i vendosim në pjatë. Ja shikus të nderuar, dhe pjata e fëmijëve është e gati, një pjatë shumë me vitamina, vlera ushqyese nga peshku, si patatja e ëmbël, rrepa dhe borania. Shijen e kam perfekte nga patatja dhe rrepa që janë shumë të shijshme. Shpresoj që do t'ju pëlqej fëmijëve të juaj.